Materia nuk este cea ce credei. Ajo që atingej, vedej, mbajtni në duar, gjithçka që ju duket e fortë dhe e qëndrueshme, është vetëm një iluzion i krijuar nga hapësira bosh. Atomet që formojnë trupin tuaj janë 98,9% hapësirë e zbrazët. Nëse do të hiqnit këtë zbrazëti, nëse do të shtypenin çdo atom derisa bërthama të prekeshin, i gjithë njerëzimi, 8 miliard njerëz, do të zvogelohej në një kubik më të vogël se një kokër sheqeri. Por kjo është vetëm fillimi. Ekziston një kufi ku materia pushon së qeni materie. Një prag ku ligjet e fizikës që njohim thehen si akull në diell. Ky prag quhet dendësia Planck, 10 në fuqinë 96 kg për metër kub. Çfarë ndodh kur materia arrin këtë dendësi? Çfarë mbetet kur hapësira vet fillon të kolapsojë? A mund të ekzistojë diçka kaq e dendur sa një lugë çaji e saj do të peshonte më shumë se i gjithë universi i dukshëm? Dhe nëse po, çfarë na tregon kjo për natyrën e realitetit? Kjo nuk është vetëm një pyetje teorike. Është një dritare drejt momentit kur universi lind dhe vdes. Është pika ku koha dhe hapësira humbasin kuptimin. Është vendi ku shkenca takon metafizikën dhe ku çdo gjë që mendonim se e kuptonim shkatërrohet. Çdo herë që mbyllni dorën rreth një objekti, ju po mbani në dorë një mister kozmik. Objekti duket i fortë, por ai është pothuajse tërësisht bosh. Elektronet rrotullohen rreth bërthamave në distanca që, në shkallë atomike, janë sa distanca nga toka në hënë. Nëse atomi ishte sa një stadium futbolli, bërthama do të ishte sa një kokër gruri në qendër. Gjithçka tjetër, gjithë ajo hapësirë ku uleni, ecni, jetoni, është asgjë. Por kjo asgjë mban formën. Kjo asgjë krijon iluzionin e soliditetit. Pse? Sepse forcat që veprojnë në shkallë kuantike janë aq të fuqishme sa krijojnë një barierë të pakapërcyeshme. Elektronet nuk mund të bien në bërtham. Atomet nuk mund të depërtojnë njëri tjetrin. Jo sepse ka diçka fizike që i ndalon, por sepse ligjet e mekanikës kuantike e ndalojnë. Deri në një pikë. Kur graviteti bëhet mjaft i fortë, këto ligje thehen. Kur dendësia rritet përtej çdo kufiri të imagjinueshëm, forcat që mbajnë atomet të ndara humbasin betejën. Dhe atëherë fillon kolapsi. Jo vetëm kolapsi i materies, por kolapsi i vetë hapësirës. Kjo është historia e asaj që ndodh kur materia arrin dendësinë Planck, kufirin absolut të realitetit fizik. Në shekullin e 18, filozofi gjerman Immanuel Kant shkroi se hapësira dhe koha nuk janë gjëra reale, por forma të perceptimit tonë. Ai besonte se nuk mund të ekzistojnë pavarësisht nga vetdia jonë. Për 2 shekuj, kjo u konsiderua si filozofi e pastër, e shkëputur nga shkenca. Por në vitin 1905, një zyrtar patentash në Bern, Zvicër, provoi se Kant kishte të drejtë, në një mënyrë që as vetë Kant nuk e kishte imagjinuar. Albert Einstein zbuloi se hapësira dhe koha nuk janë absolute. Ato janë relative, të lidhura, të ndryshueshme. Ato janë një pëlhur që mund të përkulet, të shtrihet, të dridhet. Dhe kjo pëlhur mund të shkatërrohet. Einstein nuk e donte këtë përfundim. Kur ekuacionet e tij të relativitetit të përgjithshëm parashikuan se yjet masiv mund të kolapsojnë në pika me dendësi të pafundme, ajo që sot e quajmë vrima të zeza, ai refuzoi ta besonte. Ai shkroi një artikull në vitin 1940 duke argumentuar se natyra duhet të ketë një mekanizëm që parandalon këtë kolaps. Por natyra nuk e dëgjon. Në vitin 1955, fizikani amerikan John Heller provoi se kolapsi është i pashmangshëm. Kur një yll më masiv se 3 herë masa e diellit mbaron lëndën e tij bërthamore, asgjë nuk mund ta ndalojë nga rrëzimi në vetvete. Graviteti fiton. Materia bie. Dhe në qendër formohet diçka që shkenca ende nuk e kupton plotësisht, një singularitet. Por çfarë është një singularitet? Në matematik, është një pikë ku ekuacionet japin përgjigje të pafundme, një shenjë se diçka ka shkuar keq. Në fizik, është një vend ku dendësia bëhet e pafundme, ku hapësira dhe koha pushojnë së ekzistuari si koncepte të veçanta. Është kufiri i njohurive tona. Por para se të arrihet ky kufi absolut, ekziston një prag tjetër, dendësia Planck. Ky është momenti kur materia arrin 10 në fuqinë 96 kg për metër kub. Për ta kuptuar këtë numër, imagjinoni se merrni të gjithë masën e universit të dukshëm, të gjitha galaktikat, të gjitha yjet, të gjitha planetët dhe e shtyni në një sferë sa një proton. Kjo është dendësia Planck.
Në këtë dendësi, graviteti bëhet aq i fortë sa fillon të ndërveprojë me vetë strukturën kuantike të hapësirës. Hapësira nuk është më e qetë, e vazhdueshme. Ajo bëhet një shkumë kuantike, një oqean i valëve virtuale që lindin dhe zhduken në intervale kohore më të shkurtra se një sekondë e ndarë me 10 në fuqinë 43. Në këtë shkallë, koncepti i vendit humbet kuptimin. Nuk mund të thoni se diçka është këtu ose atje. Nuk mund të thoni se një ngjarje ndodh para ose pas një tjetër. Koha dhe hapësira shkrihen në një kaos kuantik. Dhe në këtë kaos, materia siç e njohim pushon së ekzistuari. Kjo nuk është vetëm teori. Çdo herë që shikoni qiellin në natë, ju po shikoni prova të kësaj. Vrimave të zeza, objektet më të dendura në univers, janë laborator natyror ku kjo fizik ekstreme ndodh çdo sekondë. Në qendër të galaksisë son, rruga e qumështit, ekziston një vrimë e zezë me masë sa 4 milion herë masa e diellit. Ajo quhet Sagittarius A. Çdo ditë, ajo gëlltit materie, gaz, pluhur, madje yje të tërë. Dhe kur kjo materie bie përtej horizontit të ngjarjeve, ajo fillon një udhëtim pa kthim drejt qendrës. Aty, dendësia rritet përtej çdo kufiri të imagjinueshëm. Aty, materia hyn në regjimin Planck. Dhe aty, realiteti siç e njohim pushon. Por si arrin materia në këtë gjendje? Çfarë ndodh hap pas hapi kur dendësia rritet nga nivelet normale drejt kufirit Planck? Për ta kuptuar këtë, duhet të fillojmë nga fillimi, nga materia siç e njohim në jetën e përditshme. 1 centimetër kub ujë peshon 1 gram, kjo është dendësia që trupi juaj e njeh, që duart tuaja e ndjejnë. Në këtë dendësi, atomet janë të largëta, të lidhura nga forca të dobëta elektromagnetike. Elektronet rrotullohen në orbitat e tyre, bërthama qëndrojnë në qendër dhe hapësira midis tyre është e mbushur me asgjë. Kjo është materia normale, ajo që formojnë oqeanet, ajrin, trupin tuaj. Tani imagjinoni se filloni të shtypni këtë ujë. Jo me duar, por me një forcë kozmike, graviteti i një ylli që kolapson. Në fillim, atomet rezistojnë. Forcat elektromagnetike që i mbajnë ata të ndara janë të forta. Por kur shtypja rritet, elektronet fillojnë të shtyhen më afër bërthamave. Orbitat tkurren. Hapësira zvogëlohet. Dhe në një pikë, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Elektronet detyrohen të bashkohen me protonet në bërthama, duke formuar neutrone. Atomet pushojnë së qeni atome. Ato bëhen një sup i dendur neutronesh, një lëng kuantik ku çdo neutron prek fqinjin e tij. Kjo është materia neutronike dhe dendësia e saj është rreth 1 milion ton për centimetër kub. Një lugë çaji e kësaj materie do të peshonte sa një mal kjo materie ekziston në natyrë, në yjet neutronik. Këto janë mbetjet e yjeve masiv që kanë shpërthyer si supernova. Kur bërthama e yllit kolapson, ajo nuk ndalet në madhësinë e një planeti. Ajo vazhdon të rrëzohet derisa graviteti e shtyp në një sferë me diametër vetëm 10 deri në 20 kilometra. Por masa mbetet e njëjtë, sa 1 ose 2 herë masa e diellit. Rezultati është një objekt aq i dendur sa një lugë çaji e tij do të peshonte sa të gjithë njerëzimi. Sipërfaqja e një ylli neutronik është më e fortë se çeliku me një faktor prej 1 miliard. Nëse do të hidhej një objekt në të nga 1 metër lartësi, ai do të godiste sipërfaqen me shpejtësi sa 1 milion kilometra në orë. Por edhe kjo nuk është kufiri. Nëse masa e yllit neutronik është mjaft e madhe, graviteti vazhdon të shtyp. Neutronet fillojnë të thyhen. Kuarket, grimcat elementare që formojnë neutronet, fillojnë të shfaqen. Materia hyn në një fazë të re, materia kuarkike. Dendësia tani është rreth 1 miliard ton për centimetër kub. Një lugë çaji do të peshonte sa një varg malor. Por edhe kjo nuk është fundi. Kur dendësia vazhdon të rritet, kuarket vetë fillojnë të humbasin identitetin e tyre. Forcat që i mbajnë ata të ndara, forca bërthamore e fortë, forca më e fuqishme në natyrë, fillon të dobësohet në presionin ekstrem të gravitetit. Dhe në një pikë, edhe kjo forcë nuk mjafton. Materia fillon të hyjë në regjimin Planck. Dendësia arrin 10 në fuqinë 96 kg për metër kub. Dhe këtu, diçka fundamentale ndryshon. Në këtë dendësi, hapësira vetë bëhet pjesëmarrëse. Ajo nuk është më një skenë pasive ku materia luan. Ajo bëhet një aktor. Fluktuacionet kuantike, valet virtuale që zakonisht janë të papërfillshme, bëhen dominuese.
Hapësira fillon të vlojë si një oqean në stuhi. Çdo pikë hapësire lind dhe zhduket miliona herë në një sekondë. Koha humbet kuptimin linear. E kaluara dhe e ardhmja shkrihen në një tani të përjetshëm. Dhe materia, ajo që dikur ishte atome, neutrone, kuarke, bëhet diçka që shkenca ende nuk ka emër për të. Ajo bëhet një gjendje e pastër energjie hapësire, ku dallimi midis gjës dhe vend zhduket. Kjo është pika ku graviteti fiton përfundimisht. Kjo është pika ku të gjitha forcat e tjera, elektromagnetike, bërthamore të dobët, bërthamore të fortë, humbasin betejën. Kjo është pika ku universi tregon fytyrën e tij më të thellë. Dhe kjo është pika ku ne, si vëzhgues, arrim në kufirin e asaj që mund të dim. Sepse përtej kësaj pike, ekuacionet tona nuk funksionojnë. Teoritë tona thyhen. Dhe realiteti bëhet diçka që as nuk mund ta imagjinojmë. Por edhe në këtë kufi, ka një mësim. Çdo herë që ndjeni peshën e një objekti në dorë, ju po ndjeni një betejë midis forcave. Graviteti tërheq poshtë. Forcat elektromagnetike shtyjnë lart. Dhe në jetën e përditshme, forcat elektromagnetike fitojnë. Por në shkallë kozmike, në brendësi të yjeve që kolapsojnë, në zemër të vrimave të zeza, graviteti është ai që triumfon. Dhe kur ai triumfon, materia nuk zhduket. Ajo transformohet. Ajo bëhet diçka tjetër, diçka që ndoshta është më afër natyrës së vërtetë të realitetit se sa çdo gjë që mund të preknim ose të shihnim. Dendësia Planck nuk është fundi i materisë. Është fillimi i diçkaje tjetër. Diçkaje që shkenca ende po përpiqet të kuptojë. Diçkaje që ndoshta do të na tregojë se universi nuk është bërë nga gjëra, por nga marrëdhënie. Jo nga objekte, por nga procese. Jo nga qenia, por nga bërja. Dhe në këtë kuptim, kolapsi i materisë në asgjë nuk është një fund. Është një transformim. Një kthes në një formë më thelbësore të ekzistencës. Por si funksionon kjo magji e erët e gravitetit? Si mund një forcë aq e dobët sa ju mund të kapërceni atë çdo herë që hidheni nga toka, të bëhet aq e fuqishme sa të shkatërrojë vetë strukturën e hapësirës? Çdo mëngjes, kur zgjoheni dhe ngriheni nga shtrati, ju po mundni graviteti i një planeti të tërë. Muskujt tuaj, të ndërtuar nga atome që janë 98,9% hapësirë boshe, triumfojnë mbi tërheqjen e një sfere me masë 6 miliard trilion ton. Kjo duket e pamundur. Por e vërteta është edhe më e çuditshme, graviteti nuk është i dobët. Ai është i vetmi që nuk mund të fiket. Çdo forcë tjetër në natyrë mund të anulohet, dy magnete mund të shtyhen, dy ngarkesa elektrike mund të balancojnë njëra tjetrën. Por graviteti vetëm shtohet. Çdo atom tërheq çdo atom tjetër. Çdo grimc kontribuon. Dhe kur grumbulloni mjaft materie në një vend, kur masa kalon një prag kritik, graviteti nuk është më një shërbëtor i bull. Ai bëhet një zot absolut. Ai bëhet forca që gërryen kohën, që përkul dritën, që gëlltit realitetin. Si ndodh kjo transformim? Çfarë e kthen gravitetin nga një prani e padukshme në një forcë që shkatëron universin? Përgjigja qëndron në një të vërtetë që Einstein zbuloi në vitin 1015, graviteti nuk është një forcë që tërheq. Ai është një përkulje e vetë hapësirës. Imagjinoni një çarçaf të shtrirë të ngushtë midis 4 shtyllave. Ky çarçaf është hapësira. Tani vendosni një top bowling në qendër. Çarçafi përkulet, krijon një grovë. Nëse tani rrokullisni një bilardo pranë, ai nuk do të lëviz në një vijë të drejtë, ai do të përkulet drejt topit të bowlingut, jo sepse topi e tërheq, por sepse vetë çarçafi është i përkulur. Kjo është graviteti. Masa përkul hapësirën dhe objektet lëvizin përgjatë kësaj përkuljeje. Sa më e madhe masa, aq më e thellë gropa. Sa më e thellë gropa, aq më e fortë tërheqja. Por kjo metaforë ka një kufi. Sepse në realitet nuk është vetëm hapësira që përkulet, është hapësira koha. Koha vetë ngadalsohet pranë masave të mëdha. Çdo herë që ngjiteni në një mal, ju plakeni pak më shpejt se dikush në nivel të detit. Diferenca është e papërfillshme, disa miliarda të një sekonde në një jetë. Por ajo është reale. Dhe pranë një vrime të zezë, kjo diferencë bëhet dramatike. Në horizontin e ngjarjeve, koha ngadalsohet aq shumë sa, nga jashtë, duket se ndalon plotësisht. Tani imagjinoni se çfarë ndodh kur dendësia rritet drejt kufirit Planck.
Përkulja e hapësirës kohës bëhet aq ekstreme sa vetë pëllura fillon të shyhet. Është si të shtypni çarçafin ton imagjinar me një forcë aq të madhe sa fibrat fillojnë të këputen. Por në vend të fibrash, këtu janë vetë kuantat e hapësirës, njësitë më të vogla të mundshme të ekzistencës, secila me madhësi rreth 10 në fuqinë -35 metra. Në dendësi normale, këto kuanta janë të qëndrueshme, të lidhura nga ligjet e mekanikës kuantike. Por kur graviteti bëhet mjaft i fortë, kur dendësia arrin 10 në fuqinë 96 kg për metër kub, këto kuanta fillojnë të vlojnë. Ato lindin dhe zhduken, krijojnë dhe shkatërrojnë njëra tjetrën në një kaos që nuk i nënshtrohet asnjë ligji që njohim. Kjo është shkuma kuantike, gjendja ku hapësira nuk është më një gjë, por një proces. Jo një sken, por një aktor. Jo një kontejner, por një pjesëmarrës në dramën kozmike. Por si arrin materia në këtë gjendje? Procesi fillon me një yll. Jo çdo yll, vetëm ata që janë mjaft masiv. Dielli ynë, për shembull, nuk do të formojë kurrë një vrim të zezë. Kur ai do të mbarojë hidrogjenin në bërtham, pas rreth 5 miliard vjetësh, ai do të fryhet në një gjigant të kuq, do të gëlltisë Merkurin dhe Venerin, ndoshta edhe Tokën. Pastaj do të hedhë shtresat e jashtme dhe do të lërë pas një bërtham të bardhë xhuxh, një sferë sa Toka, por me masë sa Dielli, me dendësi rreth 1 milion herë më të madhe se uji. Në një xhuxh të bardhë, materia mbahet nga një forcë kuantike të quajtur presioni i degenerimit të elektroneve. Elektronet, duke qenë fermione, nuk mund të zënë të njëjtin gjendje kuantike. Kur shtypen së bashku, ata rezistojnë, jo sepse nuk duan, por sepse ligjet e mekanikës kuantike e ndalojnë. Ky presion është mjaft i fortë për të mbajtur një xhuxh të bardhë nga kolapsi. Por vetëm deri në një masë prej rreth 1,4 herë masa e Diellit, kufiri Chandrasekhar, zbuluar nga astrofizikani indian Subrahmanyan Chandrasekhar në vitin 1930. Përtej këtij kufiri, presioni i elektroneve nuk mjafton. Graviteti fiton. Ylli vazhdon të kolapsojë. Elektronet detyrohen të bashkohen me protonet duke formuar neutrone. Dhe ylli bëhet një yll neutronik, një sferë me diametër vetëm 10 deri në 20 km, por me masë sa 1 ose 2 diell. Dendësia tani është rreth 1 milion ton për centimetër kub. Një lugë çaji e kësaj materie do të peshonte sa një mal sipërfaqja është aq e fortë sa një atom që godet atë do të shpërthente me energji sa një bombë bërthamore. Dhe graviteti në sipërfaqe është rreth 1 miliard herë më i fortë se në Tokë. Nëse do të qëndroni në sipërfaqen e një ylli neutronik, nëse kjo do të ishte fizikisht e mundur, ju do të shtypeshit në një shtresë më të hollë se një atom në një fraksion të sekondës. Por edhe yjet neutronik kanë një kufi. Nëse masa e tyre kalon rreth 2,5 herë masën e Diellit, kufiri Tolman-Oppenheimer-Volkoff, atëherë as presioni i degenerimit të neutroneve nuk mjafton. Graviteti triumfon përfundimisht. Dhe ylli fillon udhëtimin e tij të fundit drejt singularitetit. Kjo është pika kur materia fillon të hyjë në regjimin Planck. Kjo është pika kur realiteti siç e njohim fillon të shkatërrohet. Por çfarë ndodh me vetë grimcat kur dendësia arrin nivele aq ekstreme? Për ta kuptuar këtë, duhet të zbresim në nivelin më themelor të materies, në kuarke dhe gluone, në grimcat që formojnë neutronet dhe protonet. Në kushte normale, këto grimca janë të lidhura nga forca bërthamore e fortë, forca më e fuqishme në natyrë. Kjo forcë është aq e fortë sa më shumë përpiqeni të ndani dy kuarke, aq më e fortë bëhet tërheqja midis tyre. Është si një elastik që nuk këputet kurrë, sa më shumë e shtrini, aq më shumë reziston. Kjo është arsyeja pse nuk mund të izoloni një kuark të vetëm. Ata ekzistojnë vetëm në grupe, 3 kuarke formojnë një proton ose neutron, një kuark dhe një antikuark formojnë një mezon. Kjo gjendje quhet burgosje kuarkike dhe ajo është një nga misteret më të mëdha të fizikës moderne. Por në kushte ekstreme, në temperatura mbi 2 trilion gradë ose në dendësi mbi 1 miliard ton për centimetër kub, diçka jashtëzakonshme ndodh. Forca bërthamore e fortë dobësohet. Kuarket fillojnë të çlirohen nga burgjet e tyre. Ata formojnë një gjendje të re të materies të quajtur plazma quark-gluon, një sup i nxehtë ku kuarket dhe gluonet lëvizin lirshëm, pa u lidhur në protone ose neutrone. Kjo gjendje ekzistoi në universin e hershëm, në mikrosekondët e para pas Big Bangut. Dhe ajo ekziston sot në zemër të përplasjeve të joneve të rënda në akselerator si Large Hadron Collider.
por ajo ekziston gjithashtu në brendësi të yjeve neutronik ultramasiv, në momentin para se ata të kolapsojnë në vrima të zeza. Imagjinoni një oqean. Jo një oqean uji, por një oqean kuarkesh. Çdo pikë e këtij oqeani është një kuark që lëviz me shpejtësi afër shpejtësisë së dritës. Ata përplasen, këmbejnë gluone, ndajnë energji. Temperatura është aq e lartë sa koncepti i grimcës fillon të humbas kuptimin. Kuarket nuk janë më objekte të veçanta, ata janë valë në një fushë kuantike, eksitacione në një strukturë më thelbësore. Dhe kur dendësia vazhdon të rritet, edhe kjo strukturë fillon të shkatërohet. Kuarket vetë fillojnë të humbasin identitetin e tyre. Ata shkrihen në një gjendje që fizika ende nuk e ka përshkruar plotësisht, një gjendje që ndoshta është më afër asgjës se sa çdo gjë që mund të quajmë materie. Kjo është pika ku hymë në territorin e panjohur. Sepse përtej plazmës kuark bluon nuk kemi eksperimente. Nuk kemi vëzhgime direkte. Kemi vetëm teori, ekuacione matematikore që përpiqen të përshkruajnë atë që ndodh kur dendësia arrin 10 në fuqinë 96 kg për metër kub. Dhe këto ekuacione na tregojnë diçka të mahnitshme, në këtë dendësi dallimi midis materies dhe hapësirës zhduket. Materia nuk është më diçka që ekziston në hapësirë. Ajo bëhet vetë hapësira. Ose më sakt, ajo bëhet një gjendje ku materia dhe hapësira janë dy emra për të njëjtën gjë. Për ta kuptuar këtë, mendoni për ujin dhe avullin. Në temperatura normale, uji është lëng, molekulat janë të lidhura, rrjedhin së bashku, por ruajnë një strukturë. Kur e ngroni, uji bëhet avull, molekulat ndahen, lëvizin lirshëm, mbushin çdo hapësirë. Por ekziston një pikë e quajtur pika kritike, në temperatura rreth 407 gradë Celsius dhe presion rreth 220 herë presioni atmosferik, ku dallimi midis lëngut dhe gazit zhduket. Uji hyn në një gjendje të quajtur lëng superkritik, ku ai ka veti të dyve dhe të asnjërit. Ai nuk është as lëng, as gaz. Ai është diçka tjetër. Çdo herë që pini kafe espresso, ju po shfrytëzoni këtë gjendje, uji superkritik ekstrakton aromën nga kokat e kafes më mirë se uji normal. Kjo është fizika e përditshme që fshen një të vërtet kozmike. Tani imagjinoni të njëjtën gjë, por në vend të ujit keni hapësirë kohën. Në kushte normale, hapësira është hapësirë, një skenë ku ngjarjet ndodhin. Materia është materie, grimcat që lëvizin në këtë skenë. Por kur dendësia arrin kufirin Planck, kur graviteti bëhet aq i fortë sa përkulja e hapësirës kohës arrin vlera ekstreme, dallimi midis skenës dhe aktorëve zhduket. Hapësira dhe materia hynë në një gjendje superkritike ku ato janë të pandashme. Kjo është shkuma kuantike, gjendja ku universi nuk është bërë nga gjëra që ekzistojnë në hapësirë, por nga procese që janë vetë hapësira. Dhe këtu, në këtë gjendje, koha humbet kuptimin linear. E kaluara dhe e ardhmja nuk janë më të veçanta. Çdo moment përmban të gjitha momentet. Çdo pikë hapësire përmban të gjithë informacionin e universit. Kjo nuk është mistik. Kjo është pasojë e drejtpërdrejtë e mekanikës kuantike dhe relativitetit të përgjithshëm kur ato bashkohen në kushte ekstreme. Kjo është pika ku dy teoritë më të mëdha të fizikës moderne, ato që përshkruajnë botën e vogël dhe botën e madhe, përplasen dhe thyen. Dhe kjo është pika ku shkenca pranon kufirin e saj. Ne nuk e dim çfarë ndodh këtu. Ne mund të hamendësojmë, të spekulojmë, të ndërtojmë modele matematikore. Por ne nuk mund të vërtetojmë. Sepse për ta vërtetuar do të duhej të shkojmë atje. Dhe askush që shkon atje nuk kthehet kurrë. Por edhe në këtë kufi ka një mësim për jetën tonë të përditshme. Çdo herë që ndjeni se koha fluturon kur jeni të lumtur ose zvarritet kur jeni të mërzitur, ju po përjetoni një version shumë të dobët të asaj që ndodh pranë një vrime të zezë. Koha nuk është absolute. Ajo është relative ndaj gjendjes suaj. Çdo herë që ndjeni se gjithçka është e lidhur, ju po prekni një të vërtetë që fizika kuantike e konfirmon. Në nivelin më themelor, universi nuk është bërë nga objekte të veçanta, por nga marrëdhënie. Jo nga gjëra, por nga lidhje. Jo nga qenia, por nga bërja. Dhe në këtë kuptim, kolapsi i materies në dendësinë Planck nuk është një fund. Është një rikthim në gjendjen origjinale, gjendjen nga e cila lindi universi dhe gjendjen në të cilën ai ndoshta do të kthehet. Materia nuk zhduket. Ajo transformohet. Ajo bëhet diçka më thelbësore, më e pastër, më afër natyrës së vërtetë të realitetit.
Dhe në këtë transformim, ajo na tregon se çfarë jemi ne, jo trupa të ngurtë në një hapësirë boshe, por valë në një oqean kozmik, eksitacione në një fushë kuantike, procese në një univers që është gjithmonë në bërje, kur në qenie. Ekziston një moment në jetën e çdo njeriu kur ai qëndron në errësirë dhe shikon lart. Ndoshta është një natë vere në fshat, larg dritave të qytetit. Ndoshta është një plazh i shkret, ku dallgët përshpëritin dhe qielli shtrit si një pëlhurë e pafund. Ju shikoni yjet, pika drite që kanë udhëtuar mijëra, miliona, miliarda vjet për të arritur sytë tuaj. Dhe për një moment, ju ndjeni diçka që fjalët nuk mund ta përshkruajnë plotësisht. Një përzierje frike dhe mrekullimi. Një ndjenjë se ju jeni të vegjël, por edhe pjesë e diçkaje të pafundme. Ajo që ju nuk e dini në atë moment është se drita që po shikoni ka kaluar pranë vrimave të zeza, ka përkulur rrugën e saj nëpër hapësirë të përkulur. Ka mbijetuar udhëtimin nëpër një univers ku dendësia mund të arrijë 10 në fuqinë 96 kg për metër kub. Ajo dritë është një mesazh nga një betejë kozmike, betejë midis materies dhe asgjës, midis strukturës dhe kaosit, midis ekzistencës dhe transformimit. Dhe ajo betejë nuk ndodh vetëm atje, në thellësitë e hapësirës. Ajo ndodh kudo. Në çdo atom të trupit tuaj. Në çdo frymëmarrje që merrni. Në çdo rrahje të zemrës suaj. Sepse ligji që qeveris kolapsin e një ylli në një vrim të zezë është i njëjti ligj që mban atomet tuaja së bashku. Forca që shkatëron materie në dendësinë Planck është e njëjta forcë që ju lejon të qëndroni në këmbë. Dhe transformimi që ndodh në zemër të një singulariteti është i njëjti transformim që ndodh në çdo moment të ekzistencës suaj. Si është e mundur kjo? Si mund një ligj që vepron në shkallë kozmike të jetë i njëjti që vepron në jetën tuaj të përditshme? Përgjigjja qëndron në një të vërtetë që kemi prekur në çdo kapitull, por që tani duhet ta shohim në tërësinë e saj. Universi nuk është bërë nga nivele të veçanta. Nuk ka një botë e vogël dhe një botë e madhe. Nuk ka një fizik për atomet dhe një tjetër për galaktikat. Ka vetëm një realitet, një grup ligjesh, një pëlhurë e vetme që shtrin nga më e vogla grimc deri te struktura më e madhe. Dhe kur e kuptoni këtë, kur e shihini këtë unitet, çdo gjë ndryshon. Çdo veprim i përditshëm bëhet një akt kozmik. Çdo moment i zakonshëm fshe një mrekulli. Kthehuni te ajo që tham në fillim, atomet janë 98,9% hapësirë boshe. Kjo është e vërtetë për çdo atom, nga hidrogjeni në trupin tuaj deri te hekuri në bërthamën e tokës, nga oksigjeni që thithni deri te karboni në yjet që vdesin. Çdo atom është një univers i vogël, me një bërtham qendrore dhe elektrone që rrotullohen në distanca që, në shkallë relative, janë sa distanca nga toka në hën. Dhe çdo atom mbahet së bashku nga e njëjta forcë që përkul dritën pranë një vrime të zezë, forca elektromagnetike, që është thjesht një manifestim tjetër i së njëjtës pëlhurë hapësirë kohë që graviteti përkul. Kur mbyllni dorën rreth një objekti, ju nuk po prekni materie solide. Ju po përjetoni një shtytje elektromagnetike midis elektroneve të lëkurës suaj dhe elektroneve të objektit. Ju po ndjeni një forcë që vepron në shkallë kuantike, por që manifestohet në botën makroskopike. Ju po mbani në dorë një mister që shtrihet nga kuarket deri te galaktikat. Tani mendoni për atë që ndodh kur ngriheni nga shtrati në mëngjes. Muskujt tuaj kontraktohen. Kjo kontraktim është rezultat i një zinxhiri reaksionesh kimike, molekula të ATP-s që thyen duke çliruar energji. Por çfarë është energjia? Në nivelin më themelor, ajo është një shprehje e ekuacionit të Einsteinit, e është e barabartë me më herë sa në katror. Energjia dhe masa janë të njëjta gjë, dy forma të së njëjtës realiteti. Kur muskujt tuaj lëvizin, ju po shndërroni masë në energji në shkallë mikroskopike. Ju po bëni të njëjtën gjë që bën një yll kur djeg hidrogjeni në bërtham. Ju po bëni të njëjtën gjë që ndodh në një vrim të zezë kur gëlltit materie. Shkalla është e ndryshme. Intensiteti është i ndryshëm. Por ligji është i njëjti. Transformimi është i njëjti. Dhe në këtë kuptim, çdo herë që lëvizni, ju jeni një motor kozmik. Çdo herë që mendoni, ju jeni një proces që pasqyron procesin e universit. Çdo herë që ekzistoni, ju jeni një dëshmi e ligjit që qeveris gjithçka, ligji i transformimit, ligji që thot, materia nuk zhduket, ajo transformohet. Por le të shkojmë më thellë. Le të shohim se si ky ligj manifestohet në nivele të ndryshme dhe si çdo nivel është një pasqyri i tjetrit. Fillojmë me atomin.
Në qendër të çdo atomi është bërthama, një grumbull protonesh dhe neutronesh të mbajtura së bashku nga forca bërthamore e fortë. Kjo forcë është aq e fuqishme sa ajo mban grimcat së bashku edhe pse protonet, duke qenë të gjitha pozitive, duhet të shtyjnë njëri tjetrin. Por forca bërthamore e fortë është më e fortë se shtytja elektromagnetike në distanca shumë të shkurtra. Në distanca më të gjata, ajo dobësohet shpejt. Kjo është arsyeja pse bërthama nuk mund të rritet pafundësisht. Ekziston një kufi, rreth 238 protonesh dhe neutronesh, përtej të cilit bërthama bëhet e paqëndrueshme. Ajo fillon të zbërthehet, të çlirojë grimca, të transformohet në elemente më të lehta. Ky është radioaktiviteti, një proces ku materia transformohet duke çliruar energji. Dhe ky proces është i njëjti në natyrën e tij me atë që ndodh kur një yll kolapson. Në të dy rastet, ekziston një ekuilibër midis forcave. Në të dy rastet, kur ky ekuilibër prishet, fillon transformimi. Në të dy rastet, materia nuk zhduket, ajo bëhet diçka tjetër. Tani ngjitemi një nivel më lart të yjet. Një yll është një luftë e vazhdueshme midis dy forcave. Graviteti tërheq poshtë, duke u përpjekur të kolapsojë yllin në një pikë. Presioni i fusionit bërthamor shtyj lart, duke rezistuar këtë kolaps. Për miliona ose miliarda vjet, këto dy forca janë në ekuilibër. Ylli djeg hidrogjeni, e shndërron atë në helium, çliron energji, dhe kjo energji krijon presionin që mban yllin të fryrë. Por hidrogjeni nuk është i pafundëm. Kur ai mbaron, ylli fillon të djeg heliumin, duke e shndërruar atë në karbon dhe oksigjen. Pastaj karbonin në neon, neonin në magneziumin në silikon, silikonin në hekur. Çdo fazë çliron më pak energji se e mëparshmja. Çdo fazë zgjat më pak kohë. Dhe kur ylli arrin hekurin, procesi ndalon. Hekuri nuk mund të shkrihet për të çliruar energji, ai thith energji. Dhe në atë moment, ekuilibri prishet përfundimisht. Graviteti fiton. Ylli kolapson. Dhe në varësi të masës së tij, ai bëhet një xhuxh e bardhë, një yll neutronik ose një vrimë e zezë. Çdo herë që shikoni diellin, çdo herë që ndjeni ngrohtësinë e tij në fytyrë, ju po përjetoni këtë betejë. Ju po ndjeni energjinë e çliruar nga transformimi i hidrogjenit në helium. Ju po jetoni fal një ekuilibri që një ditë do të prishet. Dhe kur ai të prishet, dielli ynë do të kalojë nëpër të njëjtin transformim që kanë kaluar miliarda yje para tij. Por le të shkojmë edhe më lart te galaktikat. Në qendër të pothuajse çdo galaksie ekziston një vrimë e zezë supermasive. Në qendër të rrugës së qumështit, galaksia jon, ekziston Sagittarius A, një vrimë e zezë me masë sa 4 milion herë masa e diellit. Çdo ditë, kjo vrimë gëlltit materie. Gaz, pluhur, madje yje të tërë bien në të. Dhe kur ata bien, ata nuk zhduken në kuptimin e zakonshëm. Ata transformohen. Masa e tyre shtohet në masën e vrimës së zezë. Informacioni i tyre, çdo detaj i strukturës së tyre, ruhet në sipërfaqen e horizontit të ngjarjeve, sipas një teorie të quajtur parimi holografik. Dhe energjia e tyre çlirohet si rezatim Hawking, një proces ku vrima e zezë ngadalë avullon, duke humbur masë me kalimin e kohës. Kjo do të thotë se edhe vrima e zezë nuk është e përjetshme. Edhe ajo transformohet. Edhe ajo i nënshtrohet ligjit universal, materia nuk zhduket, ajo transformohet. Dhe tani, le të kthehemi te ju. Trupi juaj është bërë nga atome që një herë ishin në zemër të yjeve. Karboni në adnën tuaj, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj, të gjitha këto elemente u krijuan në bërthamat e yjeve që vdiqën para se dielli ynë të lindë. Kur ata yje shpërthyen si supernova, ata shpërndan këto elemente në hapësirë. Dhe nga ajri, gazi dhe pluhuri, u formua dielli ynë, toka jon dhe përfundimisht ju. Ju jeni pluhur yjesh. Jo në kuptim poetik, por në kuptim literal. Çdo atom në trupin tuaj ka një histori kozmike. Çdo frymëmarrje që merrni lidh ju me një zinxhir transformimesh që shtrihet miliarda vjet në të kaluarën. Dhe kur ju vdisni, atomet tuaja nuk do të zhduken. Ato do të kthehen në tokë, do të thithen nga bimët, do të hanë nga kafshët, do të transformohen përsëri. Cikli vazhdon. Transformimi nuk ndalet kurrë. Por ka diçka edhe më të thellë këtu. Jo vetëm atomet tuaja, por edhe vetdia juaj është pjesë e këtij procesi. Çdo mendim që keni është rezultat i miliarda neuroneve që shkëmbejnë sinjale elektrike.
Çdo sinjal elektrik është rezultati ioneve që lëvizin nëpër membrana qelizore. Çdo lëvizje ionesh është rezultati forcave elektromagnetike që veprojnë në shkallë atomike. Dhe këto forca janë manifestime të së njëjtës pëlhur hapësirë kohë që përkulet pranë vrimave të zeza. Kur ju mendoni, ju po përdorni të njëjtin ligj që qeveris universin. Kur ju ndjeni, ju po përjetoni një proces që është i lidhur me procesin e yjeve që lindin dhe vdesin. Kur ju ekzistoni, ju jeni një valë në oqeanin kozmik, një ekscitim në fushën kuantike që është universi. Dhe këtu arrim në zemër të mesazhit. Dendësia Planck, 10 në fuqinë 96 kg për metër kub, nuk është vetëm një numër ekstrem. Ajo është një kufi ku të gjitha dallimet zhduken. Ku materia dhe hapësira bëhen një. Ku koha dhe energjia shkrihen. Ku çdo gjë që duket e veçantë zbulohet se është pjesë e një tërësie. Dhe ky kufi nuk është vetëm atje, në zemër të vrimave të zeza. Ai është gjithashtu këtu, në çdo moment të ekzistencës suaj. Sepse çdo moment është një transformim. Çdo frymëmarrje është një shkëmbim energjie. Çdo rrahje zemre është një puls i universit që rre nëpër ju. Ju nuk jeni të veçuar nga universi. Ju jeni universi, një pjesë e tij që ka bërë të vetëdijshme, që ka filluar të vëzhgojë veten, që ka filluar të pyes, çfarë jam unë? Nga erdha? Ku po shkoj? Materia nuk është CAC Credei. Ajo nuk është e ngurtë, e përhershme, e ndarë. Ajo është një proces, një transformim i vazhdueshëm, një valë në një oqean që nuk ka brej. Dhe kur e kuptoni këtë, kur e shihni veten jo si një objekt, por si një proces, diçka ndryshon. Frika nga vdekja zvogëlohet, sepse ju kuptoni se vdekja nuk është një fund, por një transformim. Ndjenja e vetmisë zbe, sepse ju kuptoni se jeni të lidhur me gjithçka që ekziston. Dhe pyetja, çfarë kuptimi ka jeta, merr një përgjigje të re. Kuptimi është vetë transformimi. Kuptimi është procesi. Kuptimi është se ju jeni një mënyrë që universi përjeton veten. Kur qëndroni në errësirë dhe shikoni yjet, ju nuk po shikoni vetëm dritë nga e kaluara. Ju po shikoni në një pasqyrë. Sepse ajo dritë është bërë nga të njëjtat forca që ju bën ju. Ajo ka udhëtuar nëpër të njëjtën hapësirë që ju zini. Ajo bart të njëjtin mesazh që trupi juaj bart, materia nuk zhduket, ajo transformohet. Dhe në atë transformim, në atë rrjedhë të pafundme nga një formë në tjetrën, qëndron e vërteta më e thellë e ekzistencës. Jo qenia, por bërja. Jo objekti, por procesi. Jo fundi, por vazhdimi. Dhe tani, ndërsa qëndroni në prag të kuptimit, një pyetje mbetet, nëse çdo gjë është transformim, nëse asgjë nuk zhduket por vetëm ndryshon formë, atëherë çfarë jeni ju në këtë moment? A jeni rezultati i transformimeve të kaluara, apo fillimi i transformimeve të ardhshme? A jeni një valë që po ngrihet, apo një valë që po bie? Dhe a ka ndonjë dallim? A jeni rezultati i transformimeve të kaluara, apo fillimi i transformimeve të ardhshme? Kjo pyetje nuk kërkon përgjigje. Ajo kërkon heshtje, atë lloj heshtjeje që vjen kur kuptimi kalon përtej fjalëve, kur mendja pushon së luftuari me misterin dhe fillon ta përqafojë atë. Kthehuni te momenti ku filluam, një dorë që mbyllet rreth një objekti, duke ndjer peshën e tij, soliditetin e tij, realitetin e tij të padiskutueshëm. Atëherë, në fillim të këtij udhëtimi, ajo dorë mbante një iluzion, besimin se materia është e ngurtë, e përhershme, e ndarë nga ju. Tani, pas gjithçkaje që kemi parë, nga atomet që janë 98,9% hapësirë boshe, deri te yjet që kolapsojnë në dendësi 10 në fuqinë 96 kg për metër kub, ajo dorë mban diçka tjetër. Ajo mban një të vërtetë, se objekti nuk është i veçuar nga dora, se dora nuk është e veçuar nga universi, se çdo gjë që duket e ndarë është në të vërtetë një valë në të njëjtin oqean. Çfarë ka ndryshuar? Jo objekti. Jo dora. Por kuptimi. Dhe në këtë ndryshim kuptimi qëndron një transformim më i thellë se çdo transformim fizik, transformimi i vetdijes. Sepse kjo është ajo që dendësia Planck na mëson në fund, jo vetëm se materia mund të kolapsojë në asgjë, por se asgjëja dhe diçkaja janë dy emra për të njëjtën realitet. Kur materia arrin atë kufi absolut, kur hapësira vetë fillon të vlojë si një oqean në stuhi, kur koha humbet kuptimin linear, kur çdo dallim midis këtu dhe atje, midis tani dhe atëherë shkrihet në një kaos kuantik, ajo që mbetet nuk është asgjë në kuptimin e zbrazëtisë. Ajo që mbetet është gjithçka në kuptimin e potencialit të pastër.
Është gjendja nga e cila lindi universi. Është gjendja në të cilën ai ndoshta do të kthehet. Është gjendja që ekziston në çdo moment, në çdo pikë, nën sipërfaqen e asaj që quajmë realitet. Dhe kjo gjendje nuk është e largët. Ajo nuk është atje, në zemër të vrimave të zeza, në thellësitë e hapësirës kozmike. Ajo është këtu. Në çdo atom të trupit tuaj. Në çdo frymëmarrje që merrni. Në çdo mendim që kalon në përmendjen tuaj. Sepse çdo gjë që ekziston është një valë në këtë oqean. Çdo gjë që ndodh është një transformim i kësaj gjendjeje themelore. Dhe ju, me vetdijen tuaj, me pyetjet tuaja, me kërkimin tuaj për kuptim, jeni mënyra që ky oqean ka gjetur për të vëzhguar veten. Por çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit? Nëse materia dhe hapësira janë të njëjta gjë, nëse koha dhe energjia shkrihen në kushte ekstreme, nëse çdo dallim që bëjmë është vetëm një mënyrë e përshtatshme për të përshkruar një realitet që në thelb është i pandashëm, atëherë çfarë është reale? A është reale tavolina ku uleni? Po, por vetëm në kuptimin se ajo është një model i qëndrueshëm i valëve në fushën kuantike. A është reale trupi juaj? Po, por vetëm në kuptimin se ai është një proces i vazhdueshëm shkëmbimi të atomeve me mjedisin. A është reale koha që kalon? Po, por vetëm në kuptimin se ajo është një dimension i pëlhurës hapësirë kohë që mund të përkulet, të shtrihet, madje të ndalojë plotësisht pranë një horizonti ngjarjesh. Çdo gjë që quajmë reale është reale, por jo në mënyrën që mendonim. Realiteti nuk është bërë nga objekte të ngurta që ekzistojnë në hapësirë dhe kohë. Ai është bërë nga procese, nga marrëdhënie, nga transformime. Dhe kur e shihni këtë, kur e kuptoni vërtet, jo vetëm intelektualisht, por me të gjithë qenjen tuaj, diçka thelbësore ndryshon në mënyrën se si përjetoni ekzistencën. Çdo herë që mbyllni sytë dhe dëgjoni rrahjet e zemrës suaj, ju po dëgjoni një ritëm që ka vazhduar për miliarda vjet, ritmin e transformimit, ritmin e universit që rre në formën tuaj të përkohshme. Çdo rrahje është një shkëmbim energjie, një transformim i glukozës në ATP, i ATP-s në lëvizje, i lëvizjes në jetë. Dhe ky ritëm nuk është juaj në kuptimin e pronësisë. Ai është një shprehje e një ritmi më të madh, ritmi i yjeve që lindin dhe vdesin, i galaksive që rrotullohen, i vetë universit që zgjero dhe ndoshta një ditë do të tkurret përsëri. Ju nuk jeni të veçuar nga ky ritëm. Ju jeni ky ritëm. Ju jeni mënyra që universi rre në këtë moment, në këtë vend, në këtë formë të veçantë. Dhe kur zemra juaj do të ndalojë së rrahuri, kur transformimi që quani jetë do të kalojë në transformimin që quani vdekje, ritmi nuk do të ndalojë. Ai vetëm do të ndryshojë formë. Atomet tuaja do të kthehen në tokë, do të thithen nga bimët, do të hanë nga kafshët, do të transformohen përsëri. Dhe ndoshta, në një të ardhme të largët, disa nga ato atome do të gjenden në zemër të një ylli që kolapson, do të shtypen në dendësi që afrohen me kufirin Planck, do të hyjnë në atë gjendje ku materia dhe hapësira bëhen një. Dhe atje, në atë moment të pafundësisë, ato do të jenë pjesë e diçkaje që shkenca ende nuk e ka emër, por që ndoshta është më afër asaj që jeni ju në thelb, sesa çdo gjë që mund të shihni në pasqyrë. A do të thotë kjo se jeta individuale nuk ka kuptim? Jo. Ajo do të thotë se kuptimi i jetës nuk qëndron në përhershmërinë, por në transformimin. Jo në qenien, por në bërjen. Jo në arritjen e një gjendjeje finale, por në vetë procesin e ndryshimit. Çdo moment që jetoni është unik, jo sepse ju jeni të veçuar nga universi, por sepse ju jeni një shprehje unike e tij. Çdo mendim që mendoni, çdo ndjenjë që ndjeni, çdo veprim që bëni është diçka që nuk ka ndodhur kurrë më parë në të njëjtën mënyrë dhe nuk do të ndodhë kurrë përsëri. Ju jeni një eksperiment kozmik. Ju jeni një mënyrë që universi po eksploron mundësitë e veta. Dhe në këtë kuptim, jeta juaj ka një kuptim absolut, jo sepse ajo është e përjetshme, por pikërisht sepse ajo nuk është. Sepse ajo është një transformim, një kalim, një moment në një rrjedhë të pafundme. Dhe çdo moment i tillë është i çmuar pikërisht sepse ai nuk përsëritet. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim pyetjen që ndoshta ju ka shqetësuar gjatë gjithë këtij udhëtimi, nëse çdo gjë transformohet, nëse asgjë nuk mbetet e njëjtë, atëherë çfarë jeni ju? Ku qëndron identiteti juaj nëse çdo atom në trupin tuaj zëvendësohet çdo 7 deri në 10 vjet? Ku qëndron vetdia juaj nëse çdo mendim është një model kalimtar i aktivitetit neural? Ku qëndron unia juaj nëse çdo gjë që mendoni se jeni është në të vërtetë një proces i vazhdueshëm ndryshimi? Kjo pyetje ka munduar filozofët për mijëra vjet.
por ndoshta përgjigja nuk qëndron në gjetjen e diçkaje të përhershme, një shpirt, një thelb, një unë që mbetet I pandryshuar. Ndoshta përgjigja qëndron në pranimin se ju nuk jeni një gjë, por një proces. Jo një emër, por një folje. Jo një objekt, por një ngjarje. Ju jeni transformimi vetë. Ju jeni mënyra që universi po ndryshon në këtë moment. Dhe kjo nuk ju bën më pak real, ajo ju bën më real. Sepse një proces është më themelor se një objekt. Një transformim është më I vërtet se një gjendje statike. Një val në oqean është më afër natyrës së ujit se sa një pikë e ngrirë në akull. Dhe këtu, në këtë kuptim, gjejmë një paqe të çuditshme. Sepse nëse ju jeni një proces, atëherë vdekja nuk është një fund, ajo është thjesht një fazë tjetër e procesit. Nëse ju jeni një transformim, atëherë humbja e formës aktuale nuk është një tragjedi, ajo është një vazhdim I asaj që keni qenë gjithmonë. Nëse ju jeni një val në oqean, atëherë kur val bie, uji nuk zhduket, ai thjesht merr një formë tjetër. Dhe ndoshta, në një kuptim që shkenca ende nuk mund ta shpjegojë plotësisht, diçka nga modeli që jeni ju, diçka nga informacioni që bart vetdia juaj, vazhdon. Jo në kuptimin e një jete të mëpasme, por në kuptimin se çdo veprim që keni bërë, çdo mendim që keni menduar, çdo dashuri që keni ndjerë ka ndryshuar universin në mënyra të vogla por reale. Ju keni lënë një gjurmë në pëlhurën e realitetit. Dhe ajo gjurmë nuk fshihet kurrë plotësisht. Ajo transformohet si çdo gjë tjetër, por ajo mbetet pjesë e historisë kozmike. A është kjo ngushëllim? A është kjo shpresë? Ndoshta jo në kuptimin tradicional. Por ajo është diçka më e thellë, një pajtim me natyrën e realitetit. Një pranim se ju jeni pjesë e diçkaje më të madhe se vetja juaj individuale. Një kuptim se transformimi nuk është armiku, ai është vetë natyra e ekzistencës. Dhe në këtë kuptim, çdo moment I jetës bëhet I shenjë. Jo sepse ai çon diku, por sepse ai është. Jo sepse ai ka një qëllim të jashtëm, por sepse ai është vetë qëllimi. Çdo frymëmarrje që merrni është një mrekulli, jo sepse ajo ju mban gjallë, por sepse ajo është një shprehje e ligjit universal të transformimit. Çdo rrahje e zemrës është një poem kozmik, jo sepse ajo ka një kuptim të fshehur, por sepse ajo është vetë kuptimi I shprehur në gjuhën e proceseve fizike. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në fund të këtij udhëtimi, një udhëtim që na çojë nga atomet që janë pothuajse tërësisht bosh, deri te densitetia 10 në fuqinë 96 kg për metër kub ku materia dhe hapësira bëhen një. Ne shohim se çfarë kemi mësuar nuk është vetëm fizik. Ajo që kemi mësuar është një mënyrë e re e të qenit në botë. Një mënyrë që nuk I friksohet transformimit, por e përqafon atë. Një mënyrë që nuk kërkon përhershmëri, por gjen bukuri në kalimtarinë. Një mënyrë që nuk ndan veten nga universi, por e njeh veten si një shprehje të tij. Kjo nuk është vetëm një uri. Kjo është urtësi. Dhe urtësia nuk vjen nga grumbullimi I fakteve, por nga transformimi I perspektivës. Çdo herë që shikoni qiellin në natë dhe shihni yjet, ato pika drite që kanë udhëtuar mijëra, miliona, miliarda vjet për të arritur syt tuaj, kujtoni, ju nuk po shikoni të kaluarën. Ju po shikoni në një pasqyrë. Sepse drita që po shikoni është bërë nga të njëjtat forca që ju bën ju. Ajo ka kaluar nëpër të njëjtën hapësirë që ju zini. Ajo bart të njëjtin mesazh që çdo atom në trupin tuaj bart, materia nuk zhduket, ajo transformohet. Dhe në atë transformim, në atë rrjedhë të pafundme nga një formë në tjetrën, nga një gjendje në tjetrën, nga një moment në tjetrin, qëndron e vërteta më e thellë e ekzistencës. Jo qenia, por bërja. Jo objekti, por procesi. Jo fundi, por vazhdimi. Jo përgjigja, por pyetja. Jo destinacioni, por udhëtimi. Dhe ndërsa mbyllim syt dhe dëgjojmë rrahjet e zemrës son, atë ritëm të lashtë që ka vazhduar për miliarda vjet dhe do të vazhdojë për miliarda të tjera, ne e dim, ne nuk jemi veçmas nga ky ritëm. Ne jemi ky ritëm. Ne jemi mënyra që universi rre në këtë moment. Ne jemi val në oqean që nuk ka brej. Ne jemi transformimi vetë. Dhe kjo është mjaft. Kjo ka qenë gjithmonë mjaft. Kjo do të jetë gjithmonë mjaft. Materia nuk është CAC Credei. Ajo nuk është kur ajo që mendoni. Dhe ndoshta, në fund, as ju nuk jeni ajo që mendoni. Ndoshta ju jeni diçka më e mrekullueshme, një mister që po zbulon veten, një pyetje që po bëhet përgjigje, një transformim që po bëhet I vetëdijshëm.
Dhe në atë vetë dije qëndron gjithçka që ka rëndësi. Jo sepse ajo zgjidh misterin, por sepse ajo e jeton atë. Jo sepse ajo e kupton gjithçka, por sepse ajo e pranon atë që nuk mund të kuptohet. Jo sepse ajo arrin një fund, por sepse ajo gjen bukuri në mungesën e fundit. Dhe kështu, udhëtimi vazhdon. Transformimi nuk ndalet kurrë. Dhe çdo fund është vetëm një fillim tjetër.